Sot në fakt në studio nuk e din qoftë tani do shikoni një plan të këtij personi që kemi. Do shihni që është me kurriz, është me kapuç. E mora vesh që nuk ishte vetëm duhan aty dhe kur fillova ta pyesja, ai filloi duke qesh. Po për shembull, po të kujtoj veten 14 vjeç kur të më thoje mua barë, unë do mendoja në ai drogë ekstreme që ti po e pive, do vdesësh, do shkatrosh jetën, ky ishte perceptimi. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini dhe në episodin e kësaj jave në Zero Cap Podcast. Kemi një javë pa u parë dhe na kishte marrë malli me thënë drejtën dhe aq më tepër sot sepse kemi një puntat shumë veçantë. Nuk kemi bërë ndonjëherë puntat si kjo e sotmja, as në sezonin e parë dhe as në këto episode që kanë ndodhur deri më tani në sezonin e dytë. Por ne ju tham në fillim që ky sezon do jetë me shumë surpriza, kështu që do t'ja vërtetoj me rrugën që nuk e kishim thjesht fjalë të kota. Sot në fakt në studio nuk e din qoftë ju tani do shikoni një plan të këtij personit që kemi. Do shihni që është me kurriz, është me kapuç, edhe kur t'ja dëgjoni zëri me një probabilitet shumë të lartë, ju duket çike amplifikuar dhe do thoni po çfarë po ndodh, domethënë kë ka marrë në studio. Është shumë e thjeshtë në fakt që të gjithë e kemi një person të tillë në rrethin ton. Mund ta kemi pasur në shkollë, kryesisht në gjimnaz, mund ta kemi në punë ose edhe në lagje. Është një veprimtari shumë e përhapur, por që nuk është se flitet dhe aq shumë. Megjithatë, unë doja shumë që ky i ftuari jon sot na dilte me fytyrën dhe me zërin e tij të vërtet, edhe përdora çdo kartë të mundshme që ta bindja dhe ju luta si dreqi në kuptimin e plotë të fjalës, po ai prapë nuk pranoi. Po s'ka gjë sepse edhe unë po tisha në pozita të njëjta, kam përshtypjen që edhe unë sikurse ai nuk do dilja me figurë, sepse në fund të ditës ai nuk është më pjesë e këtij rrugtimi që ka përbërë jetën e tij pak vite më parë. Dhe për të mos folur më në ajër, sot në studio kemi një spaçator. Për ju që nuk e dini se ç'a është, ndonjëherë kur t'jeni të mërzitur, kur keni ndonjë hall të madh ose kur si u zë gjume, çoni një zile këtij se për një kohë shumë të shpejtë ju sjellin një bim medicinale, asgjë tjetër. Bëjmë shaka, mos e bëni me të vërtetë se nuk është gjë e mirë. Mirë, si je një herë, mirë se na vjen në podcast. Përshëndetje, mirë se u qeta. Tani ne bashkë njihemi, po njerëzit nuk është se të njohin, se ne kemi folur bashkë gjëra gjatë. Prezanto pak shkurtimisht më aq gjëra sa ti do të thuash, mosha, ç'a studion, emri. Quhem Artan, jam 21 vjeç dhe studioj për menaxhim biznesi. Ti ke përfunduar, jo 21 vjeç, ti ke përfunduar akoma studimet, je aty. Okej, kështu në parim kur thua 21 vjeç menaxhim biznesi, thu po ç'ne ky më burr, domethënë nga të çoj zoti ty që të merreshe me një gjë të tillë, po do dalim edhe aty pak më vonë. Të pëlqen kështu dega që studion e ke me qef apo? Po, e kam pas me qef që i vogël që ta vazhdoja këtë fushën e biznesit. Po në familjen tënde për shembull, modelet që ke pasur përgjithsisht, vëllezër ose kushërinj, motra, kushërira më të mëdha, janë njerëz që kanë studiuar shkollën apo ti me punën që je marr ose më saktë me barin dhe me ashashin që përveç se e ke shitur edhe e ke konsumuar, domethënë ka qenë diçka që ti ke pas dhe modele të tjera dhe je rritur me këtë frym apo ti ishe i pari në familjen tënde që u more me këtë? Familjen time gjithë janë në shkollë të lartë, punojnë në zyra ose edhe me profesione. Nuk është se kam pasur ndonjë influencë nga familja. Ti kështu vjen nga një familje e pasur apo normale si gjithë tjerët në Shqipëri? Jo, thjesht familje mesatare shqiptare, si gjithë. E kujton herën e parë që ti konsumove bar për herë të parë dhe ç'a efekti dha? Mos gaboj, kam qenë moshës, rreth moshës 14 vjeç. Aq i vogël? Atëherë nuk e dija se ç'a ishte, thjesht e kisha quar, ky miti i madh që e tregojnë pak më të vëjt në atë kohë. Isha me kushëririn, mos gaboj edhe ai ka qenë 18-19 dhe e nisi si shaka ai, duke menduar gjithmonë e mendonte ai si shaka. Dhe më tha, ja shifer këtë cigaren, po më bën atë reklamën e cigares. Unë duke mendu që është thjesht cigare duhan edhe thjesht e piva. Pastaj e mora vesh që nuk ishte vetëm duhan aty dhe kur fillova ta pyesja, ai filloi duke qesh. Dhe e mendoj thjesht si një prank, po s'është se doli ashtu. Tani kushëriri ishte më i madh. Po. Sa vite ishte më i madh se ti? 4 vite, 18-19. Domethënë ai ka qenë diku 19 vjeç, ti ke qenë 14. Po mirë, ti e pive të gjithën, domethënë se pish një tege bar? Nuk e piva të gjithën. Apo vetëm e thithe një herë? Herën e parë mjafton thjesht me 3-4 pompat e para dhe thjesht do japi shumë mirë efektin. Edhe që 14 vjeç arrite ti pish 4 pompa. Nuk të dojgji në fyt, ose gjëra të këtij tipi apo thuj do
doj t'i bien syt mirë kushëririt, se më i madh. Ai po thoshte thith, unë thjesht e bëra edhe pse po më ndiqte shumë fyti, e bëra prap. Po mirë, ky kushëriri ç'a bën sot me jetën, domethënë vazhdon, e keni diskutuar ndonjëherë këtë gjë apo thjesht është lënë e harruar? E kemi diskutuar dhe e kemi lënë pas, nuk ka ndonjë. S'ka ndonjë rëndësi, nëse besoj tani e kujton duke i qeshur se pak a shumë ty të ndoj që ajo vi jetë. Tash të gjithë kemi pas një kushëri me thënë drejtën që maksimumi na tregonte një video më tepër, që s'duhet ta shifshim plus 18 ose tregonte ndaj muhabet që nuk duhet ta dëgjonim, po ky joti e pas ka çu çik në stad më të sofistikuar me thënë drejtën. 14 vjeç kur ti e provove për herë të parë dhe që atëherë ti nuk u ndale më në konsum apo kur e nise që ta konsumoje rregullisht, se kjo hera parë pas ka qenë një budallallik nëse mund ta quajmë, nuk është se ti shkove me vetdije të plot, në një farë mënyrë u gënjeve. Që fillova ta konsumoj me shokët, rreth periudhës gjimnazit, viti 2, viti parë nuk e mbaj mend shumë mirë, por edhe kur e konsumoja, nuk është se e konsumoja shpesh, ishte një herë në muaj ose 2 herë në muaj, dhe thjesht kur mblidheshim, e konsumoja për të bërë pak më shumë qef ose për të qetësuar, vari nga situata. Po, përgjithsisht njerëzit kur pin bar ose që e nisin kanë domethënë një start të caktuar, se paktën me çfarë mendoj unë, nuk është se ti mund ta nisësh barin si cigaria, se cigaren për shembull mund të nisësh shumë spontanisht dhe pastaj një herë, 2 herë edhe krijohet, që patjetër kjo lloj skeme funksionoi edhe me barin. Po të paktën me çka kam dëgjuar, mund ta kemi edhe gabim, njerëzit e kanë një start të caktuar, ku ta diun kanë një hall ose kanë një problem shumë të madh që ju ndodh ose janë pa lumtur me një gjë. Ti në vitin e dytë të gjimnazit kishe një rast të tillë apo kush ishte arsyeja vërtet që ti shkove dhe e pive tekën e parë që pastaj ishte arsyeja që ti vijoje ta pije edhe herë tjera? Nuk e kam konsumuar ndonjëherë kur kam pasur probleme, se edhe nuk ma kanë rekomanduar ndonjëherë kur isha fillestar. Në fillimet e mia më thonin mos e pi kurrë kur je i mërzitur ose ke stres, sepse do ngjitesh pasaj edhe nuk do shkputesh, do kesh shumë të vështirë. Pastaj pjesa e paranojave që ju ndodhe dhe shumë personave, mua nuk më ka ndodhur ndonjëherë personalisht, sepse e kam konsumuar me atë mentalitetin do bëj qef edhe nuk është se më kanë çuar në mendime pak më ekstreme siç çojnë disa persona. Po pra, po çuditshme është në fakt që ti 17 vjeç e pije se do bëj qef, domethënë a nuk është jeta thjesht qef 17 vjeç, domethënë nuk është, patjetër ka problematika, ka halle, ka shkolla, po pse kishe këtë dëshirën kaq të madhe thjesht për të bërë qef? Po t'jep atë ndjesinë e lirisë, ajo pasi e konsumon 2-3 orëshin e parë, ta jep atë ndjesinë, muzika ndihet shumë herë më e mirë, edhe ushqimin ndihet është më i shijshëm, 100 fish më i shijshëm. Ma tregon dot si fazë për shembull çfarë ndodhte me ty në rastin tënd kur ti konsumoje. Për shembull si etapa sa të zgjaste, kjo që the muzika tingëllonte më bukur, ushqimi e këto. Në fillim pasi e konsumon 10 minuta, 15 minutat e para je kështu si nuk ka zënë akoma. Pastaj si filloj të zej, e kupton, fillon trupi që të mpijet pak, varet se si e ndjen ti më shumë, cilën zonë trupit. Pastaj fillon ajo uria që ti ke. Unë për shembull haja shumë. Isha shumë. Çfarë dilte përpara? Çfarë dilte përpara, snacks, pije, përveç kafeinës nuk e preferoja se të rrit edhe rajet e zemrës edhe nuk është e rekomandueshme. Po ku e pije për shembull? Se nuk kishe frikë se mos të kapte, shikonte dikush që mund t'i tregonte edhe familjarëve se po havensoj që ata nuk e kanë nditur. Nuk e pija asnjëherë afër lagjeve, sepse nuk doja të jep as shembuj të keq personave të tjerë. Isha mjaftueshëm shembull i keq, po në shoqërinë time. Nuk doja as kurse si që t'i ndodhte siç më ka ndodhur mua që një 13-14 vjeçar ta shikonte këtë si fenomen dhe thoshte o sa bukur, ose është ai kurioziteti i moshës gjithmonë. Po, normal, edhe sot domethënë shumica kanë atë informacionin edhe e din, se për shembull, okay, edhe ne nuk është se jemi shumë të mëdhenj, ti 21, unë 19, po për shembull, po të kujtoj veten 14 vjeç kur të më thoje mua bar, do mendoja në ai drogë ekstreme që ti po e pive, do vdesësh, do shkatrosh jetën, ky ishte perceptimi. Kurse sot më thënë drejtën nuk është se ka ndonjë habit madhe, një pjesë e mirë e njerëzve e pinë e konsumojnë, edhe nuk është se përbën ndonjë gjë që nuk e kemi dëgjuar më parë. Ti ishe domethënë person që e konsumohen në raste të rralla, më the, jo përgjithsisht. Po këto persona të caktuar që ti shoqëroshe dhe në një farë mënyre
mund ta themi, ta imponuan që ta pije. Pra që të detyruan, po ti u influencove nga ato. Ndoshta ky është termi më i durr për ta përdorur. Ishin po në të njëjtën situatë apo ato ishin në konsum të përditshëm dhe thjesht i bëre këtë ndarjen që nuk dua të shkoj aq thellë, po thjesht do bëj shef. Siç e dhe edhe vetë, shumica tani e konsumojnë, sidomos në gjimnaz, 70-80% e rasteve e kam provuar pak të një herë, se është ajo kurioziteti i moshës. Po pastaj edhe pjesa tjetër që nuk e kanë konsumuar gjatë gjimnazit e konsumojnë pak më vonë dhe është një fenomen që ndodh pak a shumë. Për gjimnazin ku e ke bërë ti apo? S'ka rëndësi. Okej. Thjesht është diçka që do e provojnë shumica, sidomos në Tiranë që është shumë lehtë e aksesueshme si drogë. Pastaj ti fillove ta shesësh. Si e bëre ti këtë shkëputjen që nga të harxuarit lek për të bërë qef, të fituarit lek duke e shitur te persona të tjerë? Si fillim nisi ai interesi, unë kam shumë shok, akoma jam tip ekstrovert. Por nisi ai kurioziteti shokëve të tjerë që nuk e kishin provuar akoma dhe nuk kishin kujt i thonin. Edhe më thonin mua gjithmonë që a do më gjesh diçka, a do ma gjesh sot, a do ma gjesh nesër. Edhe unë mendova se nuk e mendoja ndonjë gjë të madhe, pa pasoja shumë dhaja gjithmonë. Se nuk është se doja bëja dikujt një shoku tim të afër atë. Por në atë periudhë mendoja si diçka shumë të lehtë edhe thjesht ja u jepja pa fitim fillim. Gjithmonë. Pastaj kur e pash që kishin goxhat të interesuar, fillova ose rrisja çmimin, ose e merra pak më lirë punët e tregtisë. Po, to manipulimet e tua, pra nuk është se ty erdhi dikush dhe tu ofrua hajde bëu spaçator me mua. Në një farë forme e krijove vetë atë terrenin tënd. Jo, e krijova vetë, se siç e thash, shoqëria dhe isha goxha i njohur edhe në shkollë. Edhe në shkollat e tjera kisha goxha shoqëri. Po në tërësi, domethënë çka kam vënë re unë për personat që punojnë si spaçator, keni një strategji marketingu shumë të paparë, domethënë dha të pjesën. Askush nuk guxon të spionojë për ju, askush nuk ja përmend të paktën se çfarë bëni, pse e bëni etj. Po që të gjithë e dinë se kush është ai personi në lagje që merret me këtë punë, edhe që të gjithë ja kanë numrin e telefonit që në rast nevoje edhe mund ta marrin ndonjëherë në telefon. Kështu që besoj ti më shumë të pjesën e marketingut tënd që ke zgjeruar klientelën e ke pas më shumë te gjimnazet apo edhe me persona të tjerë, po thjesht përqendrohesha më shumë te kualiteti dhe nuk pyesja fare se sa ishte çmimi, sa shisja. Nëse donin mirë, nëse nuk donin prapë. Jo, e kuptova, por e kam fjalën ato njerëzit më shumë që kanë kërkuar ty ose që ti ke punuar, kanë qenë persona që kanë qenë në gjimnaz apo kanë qenë moshë më e madhe? 18-19 vjeç. 19 vjeç vetë sa ke qenë ti kur fillove ta shisje? 17. 17? Ajo pjesa 17-18 vjeç. Okej, brenda vitit. Çka ka qenë një kërkesë shumë e çuditshme që ta kanë bërë njerëzit kur ti ishe pjesë e kësaj pune? Filluan të kërkojnë drogra të tjera, pak më të forta, pak më potente, po ajo ishte si një flamur i kuq për mua dhe nuk është se e pranoja ndonjëherë. Kishte filluar i tregu që kërkonin kërpudha, ishte shumë e vështirë t'i gjeje, por mund të menaxhoja, por gjithsesi isha shumë kundër kësaj. Nuk është se doja të rrezikoja, sepse njëkohësisht nëse do kaloja në drogra më të forta, do kisha më shumë fitim, por dënimet janë më të mëdha, kështu që Po kërpudha në fakt ça ndryshimi ka me barin? Është shumë herë më potente dhe është më e fortë. Po për shembull me barin, ti sa mund të fitoje, ta di unë se ndoshta besoj nuk është se ke pasi pak fikse, se varej. Nga muaj në muaj ose kur punoje ti. Sa mund të fitoje për shembull ku ta di unë për një qese të shitur ose një vlerë mesatare që mund të kapësh në muaj nëse do ta tregosh nëse s'do është problem. Vlerë nuk është se e kam matur një herë, thjesht ndonjëherë isha pak më shumë se muajt e tjerë, sidomos gjatë verës ku ke edhe më shumë përzien edhe të huajt në treg, por nuk është se preferoj ta shpërndaj si. Ose e them si shumë, pastaj rrit edhe interesi. Jo, normal, do të them për çdo lloj situate, nëse ti nuk do ta thuash je i lirë, nuk ka asnjë lloj kufizimi nga ky aspekt. Po veprimtarin dhe kishe vetëm Tiranë apo ishe shpërndarë edhe në zona tjera? Në Tiranë, përpiqesha më shumë mos ta hapja shumë rrethin, se pastaj bëhet e madhe dhe
del jashtë kontrollit. Po, ti the që kisha frikën që të merresha domethënë me droga më të mëdha se kaq, sepse mund të ishte dënimi më i madh. Ke pas ndonjë rast që ku diun gati je futur në burg ose gati ka kap policia? Policia ka kontrole shumë, po fati im ka qenë që unë dukesha shumë i vogël, moshën që kisha. Dhe nuk është, edhe në qoftë se isha me çantë, mendon që ishte me çantë shkolle dhe nuk më shqetësonte askush ndonjëherë. Thjesht ka qenë një rast që po bënin kontroll edhe u tremba, po kaq. Po. Po mirë, ndoshta ngushëllonte edhe fakti që e bëjnë shumë njerëz të tjerë. Domethënë, t'jepte ngushëllonte se kjo s'është gjë për të ngushëlluar, më kupton, po t'jepte një farë vetbesimi që prit pak se ndoshta kur këta s'po i gjejnë gjë, nuk i gjej edhe unë, se në atë moshë nuk është se do i bësh llogarit shumë mirë siç mund t'i bësh tani për shembull. Gjithsesi, unë e dija rrezikun që kisha marrë përsipër edhe përpiqesha të isha sa më në kontroll. Nuk doja që, sepse nuk doja gjithashtu të shkënjeja edhe prindrit. Po mirë, ç'a bënte një 17-18 vjeçar me lekët që fitonte duke shpërndar drog bar në përditshmërinë e tij, kur ti po më thuaj që prindrit i kishe mirë ekonomikisht, pas të duhet të kontribuoje në shtëpi. Po shpenzimet si çdo adoleshenti të vonë që moshën 18-19 preferon të shpenzosh më shumë në rroba, të dukesh pak më shumë, të dalësh, qerasësh, sepse t'jep edhe atë vetbesimin në momentit. Po mirë, ke qenë lidhur gjatë asaj kohe ti? Jo, nuk është se ishte vetë edhe personaliteti im që nuk kërkoja diçka më shumë. Domethënë thjesht bëje qef, one night stand edhe aq, domethënë lidhje më tepër nuk shkonte. Se kaq. Pak a shumë. Okej, mirë. E shoh që nuk do ta tregosh të gjën, kështu që nuk po të ngacmojmë tepër. Kush ishte ai momenti që ti i the vetes, okay, deri këtu shkon. Nuk Ishte ajo pjesa që po bëja të njëjtën gjë dhe nuk është se po fokusohesha te e ardhmja ime. Deri një moment po shifja edhe ato që kisha për rreth edhe ishte pjesa që ato nuk kishin asnjë qëllim për jetën. Ishin thjesht kot, ekzistonin, konsumonin atë, ndiheshin mirë për momentin, pastaj ishin në depresion, ndiheshin keq, nuk kishin lek, edhe pse e shisnin. Ato që e shesin edhe konsumojnë janë më keq se gjithë, sepse e ke çdo ditë ti aty dhe ke më shumë për të konsumuar, ndërsa kur nuk e ke fare aksesin, nuk e vret mendjen, e kam aty, nuk të ndon fare si gjë. Prandaj ti ke provuar të dyja, kush të ka rënduar më shumë psikologjikisht, kur e shisja apo kur e konsumoje? Më shumë kur e shisja, sepse kur shikoja edhe pasojat që bën në 2-3 vende, ku kam rastisur që kanë kaluar edhe në paranoja dhe janë trembur, aty ka qenë edhe një ndër faktorët e tjerë që thoja, ora, me vërtet po e shes unë këtë gjën, po ja jap nesër pas nesër mund të jetë një familjar im, ose mund të jem edhe unë, shumë mirë. Po. Pra kishe këtë sensin e ndërgjegjjes, po që e kuptove pas sa kohësh, domethënë ty të erdhi kjo pika që the unë do stopoj, nuk do merrem më. Po fillon e piqesh dhe fillon e i kupton ato situatat dhe pasojat reale që mund të kesh, nuk janë vetëm pasoja personale, po. Mirë, kur u futen në shkollë të lartë nuk merreshe më me shpërndarje droga, apo atëherë fillove që ta shkëpusje? Fillova ta shkëpusja avash, se u përqendrova më shumë karrierën time, po gjithashtu diçka shumë kryesore është që fillova të shkëputesha shumë edhe me shoqërinë që kisha. Aty fillova të kisha atelierin time edhe në mendim dhe krijova edhe shoqëri të reja që kishin qëllime të tjera dhe pak më reale, pak më këmbë tokë, si karriera, shkolla, po edhe bizneset, nuk është... Po patjetër, kishte një perspektivë për jetën që nuk kishte në thelb këto gjërat e ndaluara dhe të rrezikshme. Po, se këto gjërat t'japin thjesht atë ndjesinë e rehatisë për momentin, po pastaj ndihesh shumë keq. Nuk është ky imazhi që ju personat që merreni me këtë, ku ta diu një jeni të frikshëm, nuk ju zë, ku diu ndhimja kokës për asgjë, nuk stresoheni, pra thjesht e kamufloni mirë. Po ke shumë ne që edhe nuk zë gjumi. Nuk zë. Po mirë, kur operoje më tepër me këtë shitjen, me klientët gjatë natës apo gjatë ditës? Po gjatë natës ka shumë kontrole dhe nuk preferoja dilja fare. Por maksimumi deri në orën 1 dhe aq.
Po shisja më shumë kështu dorë pas dore, me të besuar shumë. Po mirë, po kur dilje për shembull në orën 1 natës si për dërguar një porosi ose në orën 12, për shembull shtëpisë çfarë thoje, domethënë çat pyesni. Shtëpisë e kishin besimin tek unë, kanë akoma, por sepse është edhe ajo liria që më kanë dhënë. E kanë akoma besimin, thjesht ju thoja do dal, nuk vonohem shumë. Filluan të kishin dyshimet e veta që qa po bën, ku po ikën, por thjesht i gënjeja për momentin edhe rrëshqisja. Po mirë, kur shihni këto rrobat e reja që ti blije ose këto daljet e shpeshta që mund të bëje, nuk dyshonin këto për shembull që ka gjë që nuk shkon me këtë fëmin ton se ku po i gjet lekët, se ato e dinë se lekët kanë dhënë. Dhe shpenzimet e tua do kenë qenë ose blerjet e tua do kenë qenë shumë herë më të larta në raport me shifrën e parave që ato të kanë dhënë ty për të prishur. Kështu që nuk është se dyshuan ato në një moment. Kjo ishte pak e kaloja. Edhe kjo një dhunti tjetër shumë e mirë. Po nejse, gjithsesi, po tani që kthehesh pas në kohë, do kishe dashur ndoshta që prindërit e tu ta kishin marrë vesh dhe të kishin stopuar. Duke marrë parasysh faktin që stopova vetë, nuk është se do doja, se është ajo pjesa e shgënjimit që ti jep prindërve. Edhe vetëm qofse një herë të arrestohesha unë, ishte edhe ajo pjesa që do e marrë vesh familja dhe që do mendojnë për mu pastaj. Se ato sakrifikojnë t'jenë çdo ditë në punë për të më ofruar diçka më shumë dhe unë e hedh gjithë këtë në tokë. Po pse e hodhe pranë tokë? Do të thënë, pse shkove? Unë mendoj që ishte thjesht pjesa e papjekurisë moshës. Më shijuan ato lekët e momentit, është edhe pjesa e privilegjit, ndihesh pak më Me vetbesim. Ndihesh pak më i fortë, është ajo pjesa e moshës që do t'jesh pak mbi të tjerët. Pyetja fundit lidhje me këtë pjesë të diskutimit, kështu ndonjë rast të caktuar se, okay, ne shohim nëpër filma që grupet mes grupeve mund të rrifen, mund të theren, ku ta diun se çfarë, ose mund të ketë armiqësi të mëdha, ose thjesht mund vihet jeta ndonjëherë në rrezik kur ti e kryen si gjë. Tani ndoshta kjo gjë si pyetje idiote, se me çfarë po kuptoj nga këtu ti nuk e qenë në këtë stad, më kupton? Ke qenë ndoshta, nëse do ishte një renditje në piramidi, do ke qenë te shtresa e fundit ose e para si bie varet nga ku e shikon. Ke pas një rast që të rrezikuar jeta me pak fjalë? Edhe një rast tjetër ka qenë që mu duk vetja shumë i ullët. Ka qenë, isha me bicikletë, se shumicën e kohës për mos pas dyshime, ecja me bicikletë, dhe kisha një sasi të konsiderueshme në çantë dhe do e çoja në një vend. Dhe desh më shtypi makina, urxova në fakt. Të përplasi makina, do të thënë Për pak, unë urxova moment të fundit, por shpëtova pa më shtyr përfundimisht makina, edhe mendimi vetëm ishte, ora do më kapin ajo, në qoftë se vjet policia ose ambulanca. Nuk e vrisja fare mendjen, ora do vdisja apo jo. Pasi e bëra atë porosin, fillova dhe në darkë të reflektoja me veten, e mu shpif shumë vetja. po normal sepse me çfarë po kuptoj, ishte frika më e madhe se mos të kapte policia, se sa frika se mund të kishe vdekur nga aksidenti. Aty kuptova që nuk jam Për këtë punë. Jo, për këtë punë isha shumë se kisha goxha fitim dhe e mbajta shumë mirë kontrollin. Pjesën e zhurmës nuk është se bëra zhurmë fare që filani kështu, filani ashtu, po ishte pjesa personale, se si ndihesha unë me veten. Ndihesha si një mbetorin që s'kishte fare qëllime për jetën, dhe po mendonte thjesht për nesër, kaq. Nuk kishte fare plane pak më afatgjata. E kuptoj. Dhe tani që ti nuk merresh më, të paktën me çfarë na ke treguar neve, e konsumon ndonjëherë kështu barin akoma sot e kësaj dite? Po shumë pak. Okej, kështu ndonjë rast kur mblidhesh me shoqërinë, qef edhe Ai që momentit. 2 herë në vit. Thjesht sa për atë atmosferën. Me thënë drejtën bëhet shumë qefi në fakt që ti e ke kaluar komplet si gjë këtë, se në atë moshë 17 vjeç vërtet është shumë e kodë dhe e panevojshme që ti të merresh me këtë lloj gjëje, ku ti nuk kishe as këtë fatkeqësi që të duhet të punoje dhe të fitoje shumë lekë për kontribuar financiarisht. Ndonjëherë njerëzit kanë këtë lloj problematike dhe detyrohen në pozita të tilla sepse e shohin të nevojshme, por ky nuk ishte problemi jot. Dhe ti shtoje vetes këto halle kaq të kota, me thënë të drejtën që besoj të tim bashkohesh që nuk ja ka vlet fare. Por tani që ti nuk merresh më me këtë punë, edhe e konsumon siç më the edhe bar në raste shumë të rralla, që e mira do ishte ta evitoje fare, po nëse ajo është zgjedhja jotja, nuk të ndërhy.
Qa ka qenë një gjë që të ka ndihmuar që ti ta harrosh dhe të shkëputesh komplet nga kjo, edhe qa punon, çfarë bën tani domethënë me jetën? Diçka që më ka ndihmuar, si që thashë më parë, shoqëria re. Po gjithashtu edhe sporti më ka ndihmuar shumë që Me çfarë sporti merresh ti? me arte marciale. Por më ka ndihmuar shumë që të dalë edhe nga vesi pak më shumë. Pjesa e shitjes ishte mentale dhe kuptova që jam gabim, edhe pse e dija që isha gabim. Por vendosa që mos ta shes më por te pjesa e varësisë edhe tek duhani, se duhanin e konsumoja më shumë gjatë asaj periudhe. Se të bën edhe vetë jetesa, mënyra jetesës, më kë rrin, edhe më kë shoqërohesh. Gjithashtu edhe për duhanin, sporti më ka ndihmuar shumë që ta heq si ves. Okej. Tregon virtytet e jetesës së mirë, shëndetshme. Përpara bëje sport kur merreshe me këtë gjë apo e nise më mbrapa? Jam marrë më para kur kam qenë fëmijë, e shkputa në atë periudhë, por e rinisa përsëri dhe më ka ndihmuar shumë. Dhe fundit fare me që jemi në limitet kohës, se ndoshta e harrove së pyetje që ta bëra, se unë kam zakon të bëj 3 pyetje paralelisht. Çfarë punon tani? Nuk preferoj ta them. Nuk do ta thuash. Mos është në call center Forex më apo. Nëse e mbyllim. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mos harroni të na bëni subscribe dhe follow në TikTok dhe në Instagram. Shihemi javën e ardhshme me një puntat tjetër edhe me të ftuar shumë ndryshe. Jo si ky rast, po do jenë të lezetshëm edhe ata të javës tjetër.